Pas kronikave problemore të transmetuara nga televizioni 6+1 Vlora mbi praninë e pluhurit në rrugët e qytetit, këtë të martë ka ardhur edhe reagimi i ndërmarrjes së pastrimit pranë Bashkisë Vlorë. Institucioni ka nisur një aksion për larjen dhe pastrimin e akseve kryesore rrugore, me qëllim përmirësimin e kushteve të higjienës, si dhe reduktimin e ndotjes së shkaktuar nga pluhuri, problematike ngritur vazhdimisht edhe nga qytetarët. Larja e rrugëve me ujë me presion të lartë, si dhe përdorimi i preparateve të posaçme pastruese, ka bërë të mundur pastrimin e një prej akseve më të rëndësishme të qytetit, rrugës transballkanike. Siç po ndiqni edhe pamjet e filmuara këtë të martë, mjetet e specializuara të ndërmarrjes së pastrimit kanë zhvilluar një operacion të gjerë përgjatë segmentit rrugor, duke larguar shtresat e pluhurit dhe papastërtive të grumbulluara prej ditësh. Punojësit e pastrimit të mbështetur nga autobotet me ujë kanë vijuar punën në të dy krahat e rrugës, duke pastruar jo vetëm sipërfaqen e asfaltit, por edhe trotuaret, ndërkohë që problematika e pluhurit është bërë më e dukshme gjatë javëve të fundit, si pasojë e temperaturave të larta, mungesës së rreshjeve, si dhe lëvizjes së automjeteve në zona ku po zhvillohen punime infrastrukturore. Qytetarët kanë ngritur vazhdimisht shqetësimin se pluhuri po ndikon jo vetëm në cilësinë e ajrit, por edhe në aktivitetin e përditshëm të bizneseve dhe banorëve. Pikërisht pas raportimeve të vazhdueshme të televizionit 6+1 Vlora dhe ankesave të shumta të banorëve, ndërmarrja e pastrimit ka ndërhyrë me mjete dhe personel shtesë për të përmirësuar situatën, ndërkohë qytetarët shpresojnë që ky aksion të mos mbetet një ndërhyrje e përkohshme, por të shndërrohet në një praktikë të vazhdueshme, duke ndikuar drejt për drejt në përmirësimin e pastërtisë së qytetit, si dhe duke krijuar një mjedis më të shëndetshëm për banorët dhe vizitorët e Vlorës. Aksioni i pastrimit shpresohet të vijojë edhe në ditët e ardhshme në rrugë të tjera kryesore të qytetit, në kuadër të masave të marra për sezonin turistik, si dhe për mbajtjen nën kontroll të situatës së pastrimit.